shumë. Miqtë të mi, mirë se erdhët edhe në një Valamala. Sonte kam një mysafir special, e dini të gjithë, e njeni të gjithë, nga videot e tij në për rrjetet sociale, ku mirret me punën e tij dhe bën promovimin e punës së tij gjatë ndërmjetësimeve, shitjeve të real estate. Pra është broker, që na si më mësu me fjalën broker, është Luan Broker. Mirë se vjen. Mirë si u gjeta. Si e? Mirë faleminderit. Ju si jeni? Po lodhesh? Pak. Rahat? S'ka keq. Si jemi të pa fort në për video tash pa? Po, një pauzë na herë duhet me po. Një pauzë. Faleminderit. Qëshje? Mirë faleminderit. Po lodhesh? Thënë merhaba kur ulëm. Merhaba, po. Dhe tash pibojmë qëto. A ka ne fjallë shqip për merhaba? Për shëndetje, koft mirë. Koft mirë, po. Për para, kujna këndë vëgjë Luan të shimë merhaba, pite s'ka. Pite s'ka. Pite në ongëm. Luan, je bo shumë atraktive dhe shumë i njoftën në këto videot, mënyrat që ti po i shet edhe po i reklamon shtëpijat, lokalet, tokat. E ke gjetë një metodë që se ka bu kërkush edhe pse tash ka njës shumica njerëzve me bo. Jam vetëm original, i qiltër dhe kur nuk përdori fjalë banale. Kam dëshirë videot e mija me qenë sa ma me diapazon ma gjanë që njerëzit me shiku, mos t'ju vjen turp, mi tregu shokut, fëmija babës, vajza nonës, mi tregu naj batut, naj ndoshta edhe për shitjen e trojeve, lokaleve, patun shmërive. Po. Qështa në mend që ke ide që me njës me bo këta, pak edhe mosha bon, si këta trit influencera, ata shqepitojnë trit po bojnë ma let. Po nuk kemi mësu me një njëri që është kështu me gogja përvoje, me... Po gjithmonë kam dash me qenë sa ma afër publikut, sa ma afër njerëzve, sa ma afër popullit tim që me alehtësu, se njerëzit s'po kanë kohë. Kështu e që telefonin aty, e lëshon TikTok, Instagram, Facebook, fanpage, e tjera, edhe ndëgjon. Do një batut të urt, do një patun shmëri edhe kyqët, firme telefon. Atë ka pas sukses kjo punë? Po muj me thonë ka pas sukses, po ja që po më vjen kjetë që nuk është në suaza të ligjit që me na mbrojt ligji neve që jemi të regjistrum si patun shmëri, agencionet patun shmëris, edhe noterat nuk po na marrin si serios. Pse? Po me siguri është mungesa e ligjit, mungesa e respektimit të ligjit, për mu regjistru, po na regjistrojnë, po pastaj s'po na mbrojnë. Do më thonë, nëse ju jeni inxhinier edhe punoni me një fabrik, ju s'keni kohë me shiku banes mas banesës. Po. Është atë punin ju, brokerat. Po, shkoj me gjejmë banesën, vjen me nusën e vetë, me familjen e vetë, e shikon banesën, ja rregulloj dokumentat, shkojmë te noteri. Kurse na momentin që shkojmë te noteri, ai pyet, çka o ky? Ky o blerës, po ky shit se ti, unë jam ndërmjetësues, ti dil jashtë. Shumë palakmueshme. Po, a ndodh që kur është takon shitësi edhe blerësi edhe bon pagesat, mi u hup juve përqindja atë? Ajo është shumë herë ka ndodh. Nuk ka në litë që mbronë, masi është shitë për mes teje? Për fatë keq nuk ka. Do të t'ju e një veçëndor të ati që... Mshirës. Po, mshirës së shitësit ose të blerësit, cili do që ka pas mija përqindja. E vërtet, e vërtet. A të ka ndodh shpesh? Më ka ndodh, disa herë më ka ndodh edhe bile ka pas kërcnime. Zdu me të japë edhe ti? Zdu me të japë, mësë më thirë mo dhe shane, sende, vende. A është e drejt kja? Nuk është e drejt, nuk është mirë. Se unë kërkon me përdore se ka pe hajde në zyre, po du me ta shqit një banes. Po dhe për ti ja ki bo, si më thonë atë nerin të dyve, se ti e bo qaj e dritarja që kanë mujt ata mund taku edhe me u realizu qaj adhaj me blesh shpi ose dugoja qka do edhe kjo që e shetë. Bile blerë si vjen, shamu vete, din që ja kurse i kohën, vjen vete dhe i thomë, ti s'ki me pagu kur gjo, mu më pagun shitësi, se shitësi kam i marë pare. Në anën tjetër keni në Gjermani apo në Shqipëri, ku edhe shitësi dhe blerësi japin përqindje ndërmjetësusit. Po në këtë ras në Kosovë, vetëm ai që i merë paret, pra pronari i dikurshëm apo që e ka pas, ai i merë paret prej blerësit
dhe ai duhet me na dhon 2%, 3%. Varet që shini marrë vesh. Që shemi marrë vesh. Pak e rrezikshme. E kove të fundit që s'po të shohim një tërhek apo çka bua? Kam Parkinsonin e kam, edhe pas kohe ka acarime pak nguc, pak, mande i bona dhe 60 vjet, ashtu që pak ma rrallë, por zemra më qanë për popullin tim, me a ofru një fjalë të urtë, një fjalë të mirë, një motivacion për sukses. Suksesin e kena përgjithësi, obligim dhe detyrë. Suksesin e kena dëshirë me pas për me qenë sa ma të lumtur. Ma lehtë jetot kur ka njeri pare, ma lehtë jetot kur i lyp nusja vetë, gruja vetë, djali vetë, dishka me ble, edhe kur ka pare. Tjetër është kur s'ka pare. Po këtë to shka jetu i folë si më konë një djali ri në trupin e një njeriu në moshë. Po mosha është edhe Ismet Peja e kënon, pra pleqnia. Po, njeri plakët kur do në vetë. Pra unë derisa lëvizi, e inshallah jetoj vetëm derisa lëvizi, s'kam qef kur kush as një got ujë me ma dhonë, a që kam një modesti, kam qef me i dhonë ujë, kafe, dreke, po me më dhonë s'kam qef, kam qef me qenë minister du me thonë shërbëtor, me shërby, diken tjetër jo mu me më shërby. Kështu prej takimit parë që kemi pas në dyën, të kalzova dhe tash e jetu ma jap një energji pozitive dhe kisha qef më najt me ty. Do të që gjatë mohabetit me ty një po nëjnë edhe humorin, po nëjnë edhe motivimin, mirësin tonë, që kjo përgjithsi që ta jap qatë energjin pozitive. Po, që sharrin me u konë njëri pozitiv, një jetë, duke e ditë se i ki kalu gjitha të lashet, të cilat tash në fund edhe me Parkinsonin që o ka të shkakton të lashe shumë. Me një fjalë shumë popullor që me thonë, nuk du mu brengos pse macat hecin dathëm. Pra ato hecin sepse nuk kanë qizme. Prallat për fëmijë maqori me qizme, është vetëm prallë. Pra nuk du mu gajlu pse macat hecin dathëm. Nuk du mu gajlu qofse e keni ju një probleme, unë e s'muj me zjedh. Nuk është në fondon, po. Atëre unë vetëm me naj fjalë të mirë, mujsha mi u dhonë shpres, mujsha mi u dhonë lumëturi, për ndryshe pse më vrant, ka është edhe një fjalë tjetër, me ti tregu të mijat, pip tuat, okej? Pra ndaj nuk javlen mu gajlu, derisa e mi gjallë kemi obligim me qenë në lëvizje. Dhe sa të shkojmë në atë botën tjetër, duhem mu kujdes për që të botë se shka përbojmë. Me gjithë krejtë se do të folim për jetën tonë dhe që shkem rri deri të në fund, do më thonë që to punën si broker, se ti ki kry edhe shumë punë të tjera, për që ke qenë ri, po smundja e Parkinsonit, e cila tash po të shkakton probleme, a ka shërim as pari? Për momentin nuk ka shërim. Ajo është një grupi qelizave në tru, të cilat prodhojnë dopaminën, është një hormon i cili regulon lëvizjen e muskujve cilindrik, pra cilindrik, edhe ju jep qetësim. Në anën tjetër edhe, qofse është diçka pikluse, ju jep rahati. Qofse është diçka duhet shpejt me reagu, i nxen sikur turbine, i nxen muskujt që me mujt me vrapu, me shku dikun. E këto vjen deri te dridhja e dorës, fillon Parkinsoni prej dorës djathtë. Prej dorës djathtë fillon. Nëse është dora e majtë, është prej sulmit në kokë, nuk jam doktor, mos ma merrni. Sipas nëjnëve. Jo, edhe të leximeve që kam lexu. Pastaj shkon komën e djathtë, dorën e majtë, komën e majtë dhe gjuha trashët. Kjo është stadi i 5. Parkinsoni bëhet prej 5 gjërave, është prej ujit bunarit, duhet pa tjetër me zi për me e pi. A do më thonë, qka do që ndodhet në ujtë bunarit, mundet me shkaktu? Shumë. Pastaj, rushit pala, se stërpikit me pesticide, që ato pesticide janë, mas pari djegin qelizat e prodhimit të dopaminës. E treta është prej boksit, si kur Muhammed Alia që e ka pas, prandaj porosis gjithkon për palidhje mos të rreth dikon, vetëm që se duhet me mbrojt në nderin, për ndryshe kur gjën nuk fiton nëse e re një fmi, e re një njeri,
gruan apo diçka. Pra vetëm Ose të ke fundi që nëse doni shumë ma le të keni me shkelma, jo me boksa, me shkelma bile... E katërta është tragedia dhe pesta është trashëgimia. Po. E jotja s'ka të bëj me trashëgimia e këto tjerat, po pëmdoket ka të bëj me të katërtën, me tragedin. Me tragedin. Ti ki përjetu një diçka shumë shpejt, jo vesh një tragedi, po muj me thonë një seri tragedi mrenda një kohë të shkurtë të cilat edhe kanë ndiku. Po. Përndryshe për ata që se dini, Luani është edhe burri i Iqbalës. Në kohën kur Iqbalja është ballafaqu me shtetin për shkak disa fotografive që i ka pas, cilat kisha pas qef me ata, mi diskutu jo me dikon tjetër, edhe në fund të ka fitu gjyqin, që ta kemi të qartë, ka dale pa fajshme, ka qenë vesh një tentative, ku di unë prokurorëve, apo kushdo që është marrë me atë rast. Për momentin kur kanë marrë Iqbalën, e dini edhe rastin që djali i madh, apo? Djali i madh ka ndru jetë. Derisa kjo ka qenë në burg, nashta ma mirë na kallëzën vetë. Qysh ka ndodhë këtë? Është diçka interesant këtu, ndalim prej popujve tjerë ku tentojnë me pas një kulturë, do me thonë Zot, kulturë, do me thonë me e dasht atë Zotin, atë hyni, te na pak ma pak bëhet, për shembull ka mundësi unë binë burg për diçka pa dashje. Shumë jam shofer, kam shkel një kerë, një fëmi po. Me kerë. Edhe mundet me ndodhë, kurse këtu të na me njerë të gjithë bëjnë një hapë mrapa, neglizhojnë, nuk dojnë me fola, ku me ditë pse ka shku në burge, se pas të avokatët, nashta një 10-15 avokatë nuk dojshin me pranu këto, për që me mbrojt, ja, pse është mblume me shami edhe e kanë një farë ndikim shumë të madhë prej, mos thonë prej Evropës, prej njerëzve materialistët, që dhe mendojnë që jeta mundot me qenë pa fe. Jeta nuk mund, çdo kush kemi fe, edhe ai që proklamohet që është ateist, a e ka një fe që të cilën vete ka formu, ka zgjedhë edhe tenton me jetu si mas asaj. Është formë e tij e besimit, edhe ajo është besimi është individual. Si ndodhi me djalin? Me djalin... Kisha pas shqip në qëfëse... Kemi pas... Për me dasht me ja shpigu publikut se nuk përdu me të ngushtu kështu? është zjarri shumë i keq. Zjarri e Vladit, në prizën thënë, zjarri e Vladit, pra me dek. Fëmija është shumë vështirë. Kemi pas Covidin, të gjithë në familje. Unë kam qenë mas keq, ka 4-5 boca në ditë mirë shaserum. Pastaj dikush prej TikTokit isha aktiv atëhere, tha veç ma jep adresën, tha du me ta qu një ilaq. Ma qoj një mjalt mranda me do, ku maru ato rajnë, si janë si ginger. Me ginger. Me ginger, me farat zeza, sende. Edhe unë e mora e hangra. Me njerë, mas 15 minutave më karë mali. E mure dhe gruja, djali tha, jo tha, për shkojnë e me pushu. Dhomën tjetër. Mas gjysore kemi shku në laptop, ka dhonë shpirt. Pra Covidi, se i ka pas edhe me zemër aritmi, pra Covidi kush ka qenë me zemër pak i smut, e do, për shumë më kalon pasoja që nuk i marrë vesh parfemet. I qesë veç kështu... Nuk i nin, më po. Nuk i nin, bile, kure qesë e bëj një, e shtypi njerë, dyherë ja bëj ps, se nuk e ndi. Rasti kur ka ndodhë, dhe më thonë, Iqbalja nuk ka qenë në burg. Nuk ka qenë në burg. Mas disa ditve ka i në burg. Mas disa ditve. Si rast është shumë... Apo ka qenë, nuk e di, nuk më kujtohet. Iqbalja i din këto qysh ka qenë. Jo, ka qenë në burg edhe ka dalë pastaj, ka pas edhe 2 muj burg shtëpijak. Po dhe që ato unë e sa e di unë, ajo ka qenë në burg në rastin kur ka ndodhë rasti djallit. Qashtë. Ka dalë prej burgit, mandej ka ndodhë rasti djallit. Nuk e di atë e curin, po si do qofta ju skjaron se unë me dëshirë nuk e bisedoj këtë pjesën edhe doktorin. Që qina në ato, po puna që prej ati momenti kur e ki vorros djallin, më tha që me njëherë prej ati momenti ka fillu dhe Parkinsoni. Qatë ditë ka ratë fikt, kanë qënë spital, jam zgju, kanë dhonë injekcione për qetësim, mas disa ditve
mas 2 kontrollave të neurolog, ata kanë konstatu se janë do ushtrime, do sende që të regojnë a është Parkinsoni apo është diçka tjetër. Po... është vështirë dhe me dhonë diagnozë. Po. Më vje keq që kime jetu me gjithse gjatë muhabetave të pash që e shumë i fortë dhe ke thonë që në këtë botë jemi në këtë botë, në botën tjetër tonë kemi me shku dhe mu taku aty. Njëri është që ka beson ata dhe besoj që na pret. Prej mos besimit kemi vetëm dam. Prej besimit në Zot dhe ditës gjykimit dhe botës tjetër kemi vetëm dobi. Edhe në qovë të rrenë. Edhe qovë po se se kemi po. Po, për realista, po unë jam idealist, realistik, pra jam idealistik, i besoj madhit Zot, edhe jam i operum prej ndërhyrjeve apo për shumë me kritiku dikush që nuk është musliman. Për mund të gjithë njerëzit jena vllazën, prej një popullit Ademit jemi, edhe Havës, pra prej popullit atere kuru edhe jetojmë ditën e sotshme me jemi tendenca... Jemi të ndryshëm, po jemi po një racë, po më në jemi një qenje e njëtë, me të njëjta gjene. Ti ke qenë në fillim këtë është më bo hoqë. Po. Ke studiu për hoqë? Kam studiu 1980 kam kry shkollën fillore Minduraku në Prizren, me sukses shkëlqyshëm, edhe pastaj pata dëshirë me shku për hoqë, erdhëm Prishtinë, nuk më pëlqej, po më vjen keq atëhere, ishte një objektiv vjetër, nuk më pëlqej objektiv, edhe shku më vazhdum për Sarajevo, pas provimit pranus, që kam pas shumë vështirë, sepse në gjuhën Shqipe, kom kry shkollën fillore, aty ka qenë gjuha bosnjake, kam vazhdu, kam marrë pjesë, edhe si sportist, judist, kam marrë pjesë edhe në lojrat olimpike, si ndihma e parë, pra ka qenë një kulminacion i jetës time, lumëturisë time, ku njerëzit tentojnë me marrë atë rrugën e jetës, me trasu. Kam punu masi e përfundova shkollën, kishte vendet lira në Prizren si hoqë, pastaj shkova dhe ushtarë në Novi Sad isha 14 muj, pasi që erdhe u martova si 20 vjeqar, edhe me njerë kure mirsha rogën, pre bashkësisë islame, mersha libra, nuk dojsha rogën me e marë, se diqysh e kum pas obligim me falë namazin, kum pas obligim me vizitu të afërmin, me vizitu një njerit gjami, sa është i smut, qa po bone, e tjera. Edhe ashtu praj, unë kam punu, pas taj shkova dhe në fakultet, fakultetin a ka dërgu në Zvicër, me punu me gruën për Ramazan si hoqë, ka majt ligjerata në për Kisha, për Hazreti Merjeman, për Isa a.s. Pas taj edhe në Burgje, ku majt ligjerata, shkojsha me vizitu burgosnit tonë. Pse se ki dasht punën si hoqë, je tërhek për jasaj punë, dveç qashtja pagesë, se e tha që unë e kam obligim me falë namazën, e kam obligim me u përkujdes, pse të do që është keq me punu hoqë me rogë? Po me rogë, pse me ma pagu dikush një ibadet, një lutje të cilën e kam obligim prej Zotit. Mu do ke pahishme, pse me pare me më dhonë, se ka shtete tjera vendet islame ku është hoqë, po nuk merë pare. Po dhe do me jetu diqysh, Luan? Në regull, ja paguin kur i pajton 2 veta, kur e fejon diken, kur e marton diken, kur e indimon dikujt, kur i jep motivim dikujt. Veç për të mirë, me la gjenaze? Me la gjenaze, janë njerës të cilët nuk e krym këtë shkollë, lajmërohen aty, shkojnë e lajnë gjenazën edhe u kry. Unë me la kumë përgatit babën tem, Shebakin Ravec ma kalon e manet, që apo di djalin tem e kumë la, pra nuk thom që nuk është mirë, po... Jo me pare? Jo me pare. Jo me pare, me pas një knaqësi, një altruizëm, me shpërndat dashuri mes njerëzve. Përveç fakultetit që tha dhe këto, kumë një që ke kry shkollë dhe për masazh. Po. Ku?
Në Londër kam qenë në shtëpinë e Jusuf Islamit, apo Cat Stevens ka qenë para se Cat Stevens po e di, po. Këngëtarit, edhe në Regent's Park, në xhamin e kum taku, thash po më duhet një banes, jam me nusën, atje edhe djalin na kalin, edhe për Ramazan na kanë thirrë disa shoqata në Zvicër, Ciri, Lozan, Minhen kam qenë Gjermani, Dortmund, pra edhe qatë aktivitete me gjybe, me sarëk, i thojshim zdi, Po. qalme, zdi që thënë, se çdo region i ka terminet e veta. Shkojsha edhe në për vende ku luqin bigjoz, me uniform, shkojsha me 2-3 veta, bisedojshim me njerëzit, ka pas nevrik njerëzit, thëshin dil jashtë e tjera, po u zbutëshin ata, pra kam tentu me qenë aty ku duhet hoxha. Hoxha në xhami mas pak ti duhet. A i vjen, po ata veç janë përcaktu me qenë besimtar, mos me pi alkohole e tjera e tjera. Ti pas ke dashtë më konë hoxha në kërkim? Kërkim që mi unë njëmu njerëzve që ju duhet. A duhen edhe sot hoxha ashtu më konë me dalë? Pa tjetër, të jenë të parët për pajtimin e gjaqeve, të jenë të parët për fejesa, për martesa, për motivim, për me i thonë biznes, për shumë nëse janë, pezom në një pjesë të Prishtinës janë 10 qebaptore, qofse qelë 11 asnjona mandej më nuk punë. Ashtu në të merë, ka byrektore, ka prodhimin e tavolinave, prodhimin e gjithë shka. Ti po mëndon që hoxha duhet më konë motivus, jo veç me shku aty në xhami me najtë edhe me prit kush pi vjen. Shumë është me rëndësi, me qenë motivus, me qenë lumëturi shitës. Shumë pozitiv, Londë. Tha që ke qenë i martu në kohën kur ke qenë në Londër edhe në i vazhat ma vete që 20 vjeqar e martu. 20 vjeqar e martu. Me qatë gruja, alo? Me qatë gruja. Këto nona ma ka bo diqysh, unë e kryva ushtrin, unë punësova si hoqë, edhe gjithë kum pas qeft mishat bardha. I kum pas 5-6, po kaloj një ko, po këqyre aty si janë këmishat. Pësëm nane qështu. Valla, unë e burit tem ja ku me kuros këmishat. Oj, nane s'kam këmish. Unë e burit tem. Pas ka kalzu mirë vëllë? Dhoma ka, bjerë një nuse. E filanit vajza e mire, filanit vajza e mire. O bre herët ala, jo so herët, hajde. Po 20 vjeqaris, po më intereson. Martoju në të lanët e kuros. U martova, shkova vetë me lypik balën. A një gjofë për para? Ka qenë shoqe e motrës teme edhe vlau vetë më kam sumu Kuran, kur kam qenë si fëmijë i vogël. Jemi njoft, kemi bisedu pak, e qështu, pastaj... Qysh qështu? Qysh qështu tash, mës ma le, si me pike. Valla jam taku i... A i një dash për para, shkove zërtejsh të lipe? Jo, diçka special, unë... Ka pak me sy. Gjithmonë kam llogarit, nëse dikush ma keq përdor motrën, mbohet shumë keq për mu, edhe unë s'dojsha me keq përdor kërkon tjetër, po me bisedu qarë, ka planet të jetës. Një prej dëshirave ishte që me vazhdu shkollimin. Keq përdojmë është, si me thonë, me botin zamik, po keq përdojmë në këtë qëfse, që tërsan kur takona, që tërsan kur... Për bez Londër kum hi qatë natë, e kum di qka duhet me bo. Nuk hina unë e qash fjallë, ka dalë se tash... Ko gjove, shtash dhe më thonë keni pas pëlqim. Pëlqim po, kemi bisedu pak, e kum pyt, qka ki plan pra fakultetin po du me kry, kur shkon për vozitje me marë patent shoferin edhe për mu. A ti hekurosi këmishat kur erë? Po, qëshë. Po, a fila? Dhe më thonë për qep njonës. Nuk di mi hekuros këmishat. Ti? Mi shti tesha di, edhe më ka një mu kur ka qenë burë, për shumë, që shmel shumë maqin, i ndihmoj. Mëngjes ja boj kafën, qajin, mëngjezin, kur nuk thom kjo është puna e mashkuve, kjo është puna e femna. Shka shka s'din, me kuros s'din. Po veç të pas ka marë në qafë njona, se me të pas të njona atë kohë, kër e kohë 20 vjeç, që të mësoj që shë kurosen, si shë gutë edhe më martu. Po veç nuk është gabim, o shumë mirë herët më martu. Ata ka qitë ma mirë, ma keqë? Ma mirë ma ka qitë. A e sigur? Ma mirë. E kum pasat
rrugën teme, në sprovat ma let, i ka përcen sprovat, e tjera, e tjera. Qyshe përshkru jetën me Iqbalën në pak fjalë? Qiltërsi, sinceritet, impenjim, pra gjithmonë aktivitete, bile me plan, që ku të do një mnalë një, kom gjithmonë fletat që kam me punu. Këta e njerëz më të mirët. Lapsi Na fletat. kojna konë të ri që dëshim u bo atëherë thëshim me humor, me humor, me kështu thëshim me shkru skenare, regli numër 1 u konë për me qenë skenarist i mirë, dush me pas gjithmonë një letër dhe i lapsë në dorë. Të bjen ma një ideja, çka do që t'ja të shkru. Ideja është sendi ma i fort në botë. Se shumicën në 95% idejave i hupim se na bjen ma në dishka, po nuk e shkruim. Edhe mos na bjen ma na ja harrohet. Të jetën e keni pas shumë të organizuar bashkë shumë. Gjithmonë aktivitete, gjithmonë kemi këshur në një cak. Pra ajo mu marë me muzikë, une me zdiqka, po gjithmonë një cak, une kam pas pjesën e shaun fabrikën e langjeve, në Prizren deri në 2005, pastaj erdhëm Prishtinë këtu, fillova me agjencion broker. Broker është një fjalë amerikane, po e thëmë amerikane sepse në Londër ku flitet gjithashtu anglishtja, nuk e përdojnë si shpreja. Broker. Sales agent, po. Real estate, sales agent. Kurse broker mu ka doke edhe shkurt edhe lexohet si shkruhet, edhe pra Luani broker është edhe në TikTok, Instagram, Facebook, fanpage, YouTube. Sigurisht i ka njerëz po bën një follow dhe shihni se përveç videove se çka ndërmjetëson shitje, në shit blemje. Faleminderit shumë. Ja bëni follow se shpesh i bën edhe disa video më marr. Ka qef më marr edhe më marr me batuta, aktron mirë. Edhe aktron. Tentoj, kam qef sepse kur e pata kry ushtrinë edhe kur u pata martu, kur i pruna librat i thash gruas qyre tash të bi zarfin me rogën teme, veç meri fëmit mësoj në gjami. Ishte koha e monizmit apo komunizmit, edhe dojsha me qenë gjamia e gjallë, me mësu fëmija kulturë, me mësu shoqërim. Shkojshim edhe në për ekskurzione, mirëshim autobusin, ka 60 fëmijë se të vegjel, për shamu fëmijët. Shkojshim në Brezovice, shëtitje me bo, Preval, shëtitje, mërshim patligjanat me gajbe, speca, patligjana, bostana, buk, edhe fëmijët kishin qef mu shoqëru. Kishin qef mu shoqëru, ishte e ditë sotit, veç kur po na lajmërohen të shku ndonjë komuna, po diçka, ku jo Gjefendije, si e Luane, si e tjera, pra ajo është që ta zbukuron jetën, diçka, qa ke bon nuk ka shkun ndam. Shumë e mirë. E vrejsha që gjatë bisedes, nusja Tyrke Aslan, një Luan. Po. Pse? E di që Luan është Tyrqe Aslan, po? Aslan është Tyrqe, ma kanë qitë emnin Aslan, po këtu në Prishtinë kur erdha, tu shit banesa e troje e sen, tu bisedu, tha, e i Prizren, po, që ke emnin Aslan? Tha, 500 vjetë janë konë tu Turqit. Ishe unë e për Jupiterit ku marë tu. Edhe u mendoj që qa me po prit, thashta, veç ta përkthej. Se edhe të gjithë artistat e sende, Vala Mala Show, për shambull, Vala nuk është bëjamni. Jo, po edhe Vala nuk o. Vala është prej Valon, Mala prej Maloku. Vala Mala është Valon Maloku Show. Pra, këto sendet në art lejohen, edhe unë e ku marë Luan Broker në Facebook, fanpage e gjithë. Po janë të mija këto, se gjithmonë ngulitën si emna dhe duhet me i përdorë të tënë, kanë përdorë alamet të artista, këngëtare, shkrimtare, gjithë kush i përdorë emnin artistik që i thojnë, për me u gjithë. Në fund të misionit, kemi më bu pak masazh, me kalëzu shëbën masazh, në qëfë se shpëjton. Ja, shpëjtoj. Edhe mi shpjegon se për çka preket një nerve, preket nervi tjetër. Nësi kem të full për aktrema, mund është mua bu një imitim, për shemë pianesin e bën mas mirë. Pianesin, muj me bo nuk është problem, po ka edhe tjerat për shemë me gjuhë. Mes 35 punëtorëve kum pas disa topojes,
E ata shumë kanë shku, kanë punu në krajina tjera ku fliste kroatishtja e bosnjakishtja, edhe ende e përdorin, për shembull, gjipo nej, gjikatre, gjipo nervirësh, mos u nervirë se propadish. Propadish është bosnjakisht. Pak ashtu të përzi. Mande thot, mos e parkir kerin, parkir kerin se të ka zbitën milicia. Ala ditë sotit i thënë policisë milicia. I kanë do shprej atje në poj, kur t'i thojnë në borët? Po, ka mundësi. Ka mundësi. I thojnë kur të borët, i kanë do shprej atë ashtë pëmpujtojnë të na, po, gëgjë interesant, se kem pas nga edhe të pojstu që kem punu me ta. Kurse të Pianeci është ma karakteristike, lemza, edhe ato e thoma, unë kur s'kum pi, unë pi për paret e mija. Qështu janë do shaka, kam pas fillimin e sende, po duhet mu qu që me pa që nuk mundot me nejt me kontrolu, se qelizat e drejt peshimit nga cmohen pre alkoholit, fillon me ashtu që, ose ka batuta, për shembull, kishe përdu me qelë kerin dhe vjen polici, dhe thot, ku po shkon o njeri? Ora 3 i mëngjezit, ose, po shkoj ligjerata, qëfar ligjerata 3? Valla, kur shkoj të shpia, ngruja me 3 saat më folë. Kur shep ligjerata në këtë vakt, tha ngruja me jep tash. Po me grunë t'i kalën mirë, o në pjusha dhe videot, ku i boni bashkë edhe... Shumë mirë. A ka vajgora ka pas për një ma kër ka thonë që e ka pas dhoni deklarat që të ta martoj jem të lyp nuse për burin tem. Mu qësh atëherë më ka thonë, o shumë altruiste, shumë do njerëzit mi u ndihmu. Edhe i ka pas disa shoqe, po njënës i pa me vdek buri në luft, e ishte me një fmi, edhe i ka ofru, me siguri i ka ofru. Unë vetë me veshtemi s'kam dëgju, por nuk gënjen, unë sa e di nuk gënjen, po si do qoftë ka qenë e kalume kur isha qa i bjera ati vitin 2000. Pra 24 vjetë, 26 vjetë. 26 vjetë, edhe, jo bre. 26, 2000-in. 35, 65 të s'jam i lindur. Po ti ki pas 35, po pëton para 26 vjetë. Po, okej. Unë isha 35 vjetë, edhe ajo njona si ka fol një 2-3 muj. Qysh, s'po kuptoj. Qështu, thët. Edhe ajo ishte muslimane, kështu po mendoj me fe. Su ke ti katin e 3, unë katin e 4 edhe... Se ka pas problemesh? Nuk e ka pas problem. Nëse ka pas për me të mashtru, ty vesh me këshyrë, të ja për thu po ajo? Nuk më ka pyt, po edhe unë se kësha prish. Se kësha prish, ha? Po tash, qaka, ligji nuk është kunder, ala ditë sotit. Ligji jo nuk lejan 2 martesa. Nuk i protokollon. Nuk i protokollon, po nuk është... Vlau i vetë ka pas 2 gra. Nuk i protokollon, se nuk vjen me ta marrë gru, me thonaj, peqojmë të na vesh të baba vetë. Në frigider që da dhe. Ashtë. Rëtet, një shumë. Në këtë jetë, me shumë biznisë ata ki përnu edhe si fabrikën e pijeve, ki pas atër pije trimi që nuk e di për çfarë arsye ki vendos me mshel edhe me dalë për shtin këtu. Dhe me thonë një njerë që kur s'qenal, gjatë këtë kësa jetë edhe këtë të rëndëdhive tjetës, që lartë gjëra që të kalon për shtypje mas shumë t'i njetë në herë. Po patun shmeria nuk është ashtu që si duket. Të shkon që funksionon ligji ma fort, ma mirë, që klienti blerë si kure qëtë në nshkrimin edhe tenton me ikë me pas një regulativ, një pjesë e ligjit që atë i thot pat tjetër duhet me pagu atë pjesën. Kjo nuk mundani sot me padit 10 vjetë mos me ju dhonë pare. Ani pëse kanë nënshkru, gjyqi shkon. Edhe ata që dhe te kanë provu, gjyqit nuk i kafën e ftoft e pinë, hiq nuk i ngutët. Qëfëse ndonjë jetën tonë në dy etapa, të ndryshme, periudha ma lumë të jetës tonë, cila ka qenë dhe pse, edhe periudha, me thonë, ma keqe, gjajët të cilën s'kishe dasht me ndodhë dhe me këthymo. Periudha ma e mirë është gati krejt jeta, se ku shiku me sytë e pozitivitetit.
Problemet janë për mu regullu, për me u Po janë problemet për mu zgjidh, mos më konë problemi s'kishka. Proverbi amerikanë thot, it's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Është në regull, mos me qenë diçka në regull. Është një problem, ha? Po nuk në regull mu pajtu me thënë, valla, Zoti ma ka shkujt, jo. Zoti kur nuk shkru në sendet jo të mira, po vetëm të mira. Problemi është për mu zgjedh. Edhe Zoti kur do ndikon me e qu, njerë thuja se e then, e bon copa e qëtë me një humner, po pastaj kur qohet, edhe ma i fort bëhet. Më thonë këtë jetën e konsideron si të lumë, periuda ma keqe jotja? Vdekja e djalit. Vdekja e djalit. Me gjithë se kam shumë shpresa edhe besim që prap do të takohemi, se nuk mundët me qenë njësoj unë i cili një bubret se kum shkel, me një Milošević i cili me qindra mija njerëz ka qenë shkaktar edhe i ka mytë. Pra ai duhet me qenë i dënum edhe prej Zotit, ani pse edhe në këtë botë, ja u merë Zotit ftyrën të konë gjallë. Pra, na duam me besu edhe pse se kem provu kërkush që atomet e trupit njerit ndryshojnë, shpërndahen e gjithçka. Dhe më thonë kur gjo nuk kup, edhe energjia cilën e kemi na nuk kup, shndrohet në energji tjetër. Ajo kretë. Po që ke ndërdia dhe vedia edhe informata që i akumulon një tru, qëto nuk duhen më zhduk. Duhet me egzistu një botë tjetër ku mas vdekjes tonë, qëto informata tona nështë nuk duhen me u zhduk kretë dhe çdo njeri që i kem taku njetë na duhet me taku prapë. Se s'mundet më konë pa naj qëllim jeta. Jeta e ka qëllimin e vetë, jeta e ka në këtë botë. Është edhe shpirtërore edhe materialiste, pra vetë fakti që na ka dhënë Zoti materien, trupin, është për me e kap materien, na me sundu me materien. Në anën tjetër shpirti, cili është pjesë e Zotit, edhe ato me egon me shkollu gjithmonë, që mos me qenë i damshëm për shoqnin ku jetojmë. Është interesant. Që njërë me moshë e njës pak ma shumë me filozofu, me këqyrë, po gjithmonë kom qef të u bazu në shkencë. Shumë vone kanë zbulu me fizike, me gjithë shka që edhe materia si materia nuk është e ndryshme për energjisë. Se na në fizike me mësu që është energjia, volt, drita, qka do, edhe materia. Po është zbulume që materia është vetëm një energji super koncentrume. Super koncentrume, të cilat janë të lidhën që edhe qëfë se shkapardherë dhe si atom, si trup, si energji, që energji është të lidhën me zvete, me fizikë kuantike janë të lidhëna me zvete në gjithë kozmosin. është një farë rjetë e energjisë në të cilën as koha nuk funksionon, që ato ja përja qëmëria. Syni she, apo? Syni she, veshin dhe gjënë. Po mos me pas shpirtin, a i krym këto veprimet? Jo. Pra shpirti është një pjesë e Zotit. Dhe jes eluna ka një rohë, kulli rohë min amri rabbi me mautitu min el kalila. Dhe të pyesim për shpirtin. Thuj, unë veç pak di për ato. Pse? Nuk e kuptojmë. Profeti e ka dit e ka kuptu. Po a i cili ka me e pyt. Nëse nuk e din, thot që Kurani po veç pak dini. Për mos me ngarku, fëmijë 7 vjeçar në matematik, klasën e parë, nuk ja mësojnë sinusin, kosinusin në matematik. Po 2 + 2 bojnë 4, ha? Që ato ja mësojnë, pra edhe na, qofse na del një njerë që nuk e njohim, apo nuk e kupton, vetëm e ngarkojmë. Mjafton me i thonë vetit, jam ma i lumtur nëse besoj botës, jetës mas kësaj bote. Po. S'kam kur fardami. Kur gjë të keqe s'ka aty. Kur gjë të keqe, do t'jesh ma i lumtur edhe ma i knaqun edhe me thonë, aha, pas ka drejtësi në këtë botë. Drejtësi e Zotit. Drejtësi e njerëzve bëjnë prokurorët, gjukatësit e tjera, por le ta din që të parët do t'jenë të pytun të Zotit, a e kanë respektu drejtësin. Pra edhe ndaj meje. Haken. Edhe ndaj një zojës, ndaj një fëmis, ndaj një asi. Ajo, nëse ke pushtetin e ki atë që kanën,
15 vjetë burë, 20 vjetë burë. A din shumë mirë që është faji për 5 vjetë, mos e akuzo për 20 vjetë, mos e ngarko që me shku burë për shambull e tjera. Kjo është... Këto muhabete nuk sosën kur, kësha pas qef me i folë, po kësha pas qef që ti edhe që ka do që e ki që të atonën me e shpënda me publikun është ta. Kësha pas qef që më konë pjesën e emisionit, me njës në emision. 24/7, kur do një thirni, vi, bisedoj, tentoj me elaboru, me bisedu. Këto janë esenca, këto sendet janë esenca e librave, esenca e librave hyjnore, esenca e bisedave me njerëz hyjnor. Pra këtu vjen ajo lumturia, vjen motivimi, me thonë, me nda, dita është për me punu, nata është për me pushu, për me lexu libër. Njerëz ma pasanika gjithmonë lexojnë libra. Libri keq nuk ekziston. Informata është. Informata është. Unë vetë Sa ma shumë që pasionohesh me i informata. kam bodhë një 10 libra për fëmijë, se i du shumë fëmijë. Por do të vreni kush ka fëmija, apo nipa, apo që fëmija ka qef, ani pse në nëndije nuk ja jep përgjegje një macë, po qaj mjau për fëmijin është bota e ti. Edhe unë i ku mbo 10 libra me basna të më ku fëmija bisedon, po në realitet ajo lop, ajo macë, ajo qenë, kitë mirë, ajo që apo di devja, e tjera, i tregojnë si me qenë një jetë me urtësi, pra jo me reagu. Ku e merë tonë këtë energji me moshën që ki? Po thëmë tonë këtë energji se na, unë një njës shumë punëtor, po punojnë vesh në drejtimin e vetë. E të ti e kom vrej që ti në gjdo aspekt mundosh me punu, në gjdo drejtim, nuk ka të bëj masazha, hoxha, broker, librat, ato dhe më tonë, veç këqyrë dishka me gjallnu. Cili do besimtari, cili do fe, koft, kristian, budist, musliman, që apo di, zakonisht i kanë kështu durt, një ndi bëjnë kështu durt, pra e lusin Zotit. Qka është kjo lusin? Vjene mira prej naltit, rezaton të ti. Ti i lyp Zotit, shkon këtu edhe rezatohet të Zotit. Zotit nuk o nalt, Zotit o gjithë kun po. Gjithë ka, po. Na një farë mënyre e parafityrojmë kështu. Kjo është një fuzion. Fuzion është energjia e cila duke u argjuar, shtohet. Kjo është ajo lumturia që mundën i mja dhonë gjdo kujt. Gjdo kujt mundën i mja dhonë. Gjdo kujt është i uritur për një lumturi. Është njëti proces që ndodhë të djellit. Duke u hargju energjia, e shton energjin ma tepër. Në fund të yjet të cilat, kur hargjojnë këtë energjin, bojnë pulsar, bojnë yje matë dendun, po fitojnë energji pa fundshme. Bojnë kometa. Kometat jenë këtë interesant, po pulsare jo është, do të qasi energji e fitojnë në fund. Nëse me sti tash më shkenë që një lug e qati materiali, më thonë qatë që koncentrohet, është e barabartë sa komplet Himalajet. Një lug e qati materiali është e ronë sa komplet Himalajet. Qatë që fitojnë qatë energjin. Ka njerës të lexu Kur'an apo në i liber në Biblia, thëtë, në gjennet do të kemi gjithë shka. Po mirë, gjennet është diçka kuj vjen era e mirë, ka lule, ka ba... Po toaletet ku janë? Që kam i dhonë tash përgjigje. Nëse kemi një banane 300 gramshe, në këtë botë po flasë, e hajmë, në WC do të dalin 300 gram, do të dalin 200, se 100 do të shkojnë për energji. E aty ka me qenë banania e bukur, edhe me aromë, edhe me tana, por e tëra do të shkojnë në energji, pra s'kena me pas këtë barku zotë, me hupkon WC. Do më thonë s'ka me pas WC atë? Jo, është absurd. Nëse përshkruan gjenetin si me lule, me kopshte, edhe ata që të mendojnë do t'i kenë ka 5 gra, ka 10 gra, ka 20 gra, mos të fantazojnë. Sa gra vla kanë me pas? S'kanë me pas gra heq? Qatë gruën që e ka pas këtë dynja do t'a ketë atje. Atje është esenca me ndëgju ligjeratat sa ma të bukra prej njerëzve që janë konë këtë botë edhe kanë qenë të përmendun edhe ende përmendun në histori, të njerëz të urtë,
njerëz të cilët e kanë dashur këtë botë me zemër e me shpirt dhe me dituri. Pra kanë ditë pse me e dash. Me e dash si anije. Anija e don detin, apo? Po. Po me e bo mu dashuru shumë në atë ujë që ka botë, fundosët. Pra atë kufirin e ka ditë derisa me e dash. Gruan, derisa me e dash fëmijën. Mos mu fundos. Jo, mos. Po ja, po edhe mu fundos, aj që de zhytja dhe natë, mundet me mri në fund detit me nxerr guasën, me anë është margaritari atë. Po. Për me nxerr perla, margaritari perla një. Për me dash me nxerr ato duhesh mu zhyt deri në fund. Nashta dhe me u përmbyt me vetë dëshirë, për me mri deri te çaj marifeti, çaj marifeti, po. Edebi, marifeti, terbia, edukata. S'pëhi ma fell, nuk pëhi ma fell. Kësha pas qef që këtë toti me i bo me një mision. A ta përfundojmë duke ma spigu se çka kemë mësu masazh? Pa tjetër. Vala shumë. Pra masazha, ka shumë popull që përdorin masazhin. 7 lloje janë ma atraktive, për shembull. Masazha relax është ma e kërkume prej gjithë. Zakonisht këtu fillojnë se këto 2 muskuj bojnë spazmën, pra koqitjen, prej punëve, prej streseve, tjera. Pra fillon zakonisht që tu, këto muskujt me i liru pak, fillon të kjo pjesa këtu, avash, pastaj veç i tu, avash, liroju, fillon këtu. Pra kur nervozot, a keni pak kështu mrollën njerëzit. Edhe kjo fillon prej kësaj pikës të naltë. Kurse sjelljet tjera janë të gjitha prej këtuj në drejtim të zemrës. Pra zemra është epicendra. Kjo fillon kështu, mande kështu, këto e largohen, kështu, edhe këtu, këtu vetlat pak. Ka njerëzit që këtu ju vinë streset ma shumë ekzekutohen, ka dhe një kujtë këtu të këto. Pse, a mund është me vrejti se... Po, qëse janë shumë të forta, që përshamu këtu i ki këto shumë të forta, këto muskujt, pra kadal duhet një 5-6 masazha mu bë për mu liru. Po edhe mi thonë vetit s'ka mu nervëzu mo. Do të thotë kjo bëhet këtë prej stresit, prej nervozës. Prej nervozës, prej stresit, prej gajleve, prej tempos jetës, që edhe këtu kjo, shkon kjo pjesa kështu pra. Jo kështu të naltë të poshtë, po prej naltit të poshtë. Vesh të poshtë. Po, edhe këto. Mësohen mande gishtat, na kena pas brumin për shpis me marë, që me ushtru pastaj. Që edhe këtu. Kur i keni mësu. E pse se ke përdor këtë zanat me përfitu për kësaj? Është degradu masazha, është marrë për çështje tjera, për shembull në mungesë të martesave, me thonë, ashtu njerëzit tentojnë me bo një kompenzim dikun tjetër me i marrë masazha edhe aty mande kanë degradu me gjana tjera erotike. Aja s'është masazh, aja është happy ending. Po tash I don't know. You don't know? Yes. Për që to jam marrë tu herët. Po nuk të keshlon i këbal, ja me bo masazh. Se me bo marrë në femën, me thonë, bo në masazh. Ja, kur s'kam bo. Ka pas raste, për që unë ka pas nevoj femër, unë i thonë, mere ti femën, ti zoje, unë të mësoj. Nusja jote, mere incizon, edhe mandej e bon burit bon ty. Dhe më thonë ti vish transmitim edhe aty broker edhe në masazh, ndërmjetësues. Po ndërmjetësuesve që kam të regu si bëhet të buri vetë, praktik, ajo ka incizu me celular, me mobil. Kjo është një bioenergji të cilën gjithë kush e ka, kush nuk është shumë egoist. Nëse është shumë egoist, nuk kalon bioenergjia prej njerit. Një dziu të madhe niva që ata ku e bone. A e nive? Po, dziu. Këtë e boj edhe një 2 herë, do të ndinë edhe një nxehtësi. Një masazh ma shumë se 15-20 minuta. Nuk preferohet, masazheri duhet 1 orë. Jo është shumë energji hup. Po, ato a di që ai për vete hup energji shumë. Këtu kur 1 orë, takohemi, për shembull si ja e mirë, këtu janë pikat që aktivizojnë hormonet e lumturisë. Për që ato e qakin dorën. Si e mirë, ose dikush për, qa bone,
Tia e mirë, pra. T'jep energji. Energji t'jep, thush, ky po më donë prit ta duja dhe une. Ani mëre, po që. Faleminderit që ke sonte pjesë e jona. Faleminderit shumë. Respekt shumë. Unë nuk knoqa në mision, po shpresoj që edhe publiku edhe ti. Faleminderit shumë. Respekt e çdo fëmijë. Pa të femde. Ke ka mërzën. Kaq ke për sonte shihemi në emisionet e radhës. Natën e mirë çdo fëmijë. Vala shumë.